politike për interes personal dhe familjar, ku janë sot figurat e pëlqyera nga demokratët, figurat me integritet nga demokratët. Ato nuk ka më, sepse ato nuk hyn dot në zgjedhje, sepse ato e dinë që këto zgjedhje janë të humbura. Dhe këto do humben edhe më thellë se ç'ishte 11 maj. Këto zgjedhje ju thoni që janë të humbura, Alesja? Po pa diskutim ti ke ndonjë shpresë që Partia Demokratike mund të fitojë zgjedhjet. Po nëse zgjedh një kandidat për shembull, as lloj kandidati nuk mund zgjedhësh, sepse kandidati në radhë parë duhet të jetë politik, zotëri. Në radhë dytë ky kandidat duhet vinë nga radhët e djathtës. Në radhë të tretë ky kandidati që do ofrojë qytetarëve një jetesë më të mirë nuk mund të jetë ushtari i Sali Berishës, i personi që ka damkën e korrupsionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se si do t'i ofrohesh ti qytetarit? Si do shkosh ti t'i kërkosh votën qytetarëve? Si ke pranuar ti këtë parlamentin jo legjitim që të vodhën votat për 5 muaj, për një rrogë? Si do hy? Me çfarë karte morale do hy kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet bashkiake? Kjo është çështja. Sot deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë kartë morale, sepse ata kanë pranuar zgjedhjet, kanë pranuar rrogën, kanë pranuar mandatin dhe nuk i është bërë vonë fare për demokratët. As në parlament ku janë nuk përfaqësojnë demokratët, po bëjnë zhurëm, sepse opozita këtij vendi ka përfunduar në figura qesharake dhe komike, siç është djali i Fariut, figura për mos se qesharake, po dhe të urryshme për publikun dhe për çdo i cili do një ndryshim. Po a vjen ndryshimi me këto figura? Kur? Pa diskutim që do ketë humbje. Alesja, qofse qëndrojmë me këto zhvillime, një emër tjetër që është vetë ofruar është Adriana Kalaja. E shikon të mundshme? Tani të lutem. Po tani se ju qeshni, po të vëm Tritolin ambasadës amerikane, tani kalëm në një diskutim serioz se... Po këta janë kandidatët tani, këta janë emrat. Këto nuk janë kandidatët, këto janë janë figurat qesharake, të vetë shpallura, të diskursit publik, dhe këto janë ato individ cilët nuk ja vlen as të komentohen në studio televizive. Nuk ja vlen as të komentohen. Absolutisht, ja. Alesja, në gjithë të panoram, në gjithë të situatë, kemi dhe emra tjerë cilët janë vetë shpallur. Ti e shikon në gjithë të situatë opozitën gati të pashprez, nuk shikon do të një element që mund të dali, që mund të jeti pavarur. Nuk mund të ketë element përsa ko opozita nuk ka bërë analizën, përsa ko opozita nuk ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar, përsa ko opozita nuk ka respektuar statutin që kryetari që humbet zgjedhjet duhet japi dorëshen, përsa ko nuk ka pasur një riformim Partisë Demokratike, por mbi të gjitha e shoh unë se që kur këtë fushat e drejton i madhërishmi Flamur Noka. Ai që thoshte do t'i vijera shtet mbas 11 majit. Që në drejtimin e Flamur Nokës, humbja është absolutisht e sigurt e Partisë Demokratike. Alesja, duhet jemi serios. Kjo parti është kryer një parti që i shërben interesave një grupit vogël klientelist familjes Berisha, të cilët do ta bëjnë pazarin e radhës në kurriz demokratëve thjesht dhe pastaj do dalin me deklaratën nena vodhën zgjedhjet, nuk hym zgjedhje me Ramën dhe nuk ka zgjedhje me Ramën kryeministër. Tani dua të ndalem në një pikë shumë të rëndësishme sot me që jemi tek debati politik. Ka dalë Sali Berisha në deklaratë publike, Edi Rama jep dorëshen, po ti mos zotri pse nuk e jep dorëshen mbas gjithë këtyre humbjeve. Ti mos zotri pse nuk e jep dorëshen kur ke damk si një i korruptuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kërkosh dorëshen e tjetrit, duhet minimalisht t'i hapësh rrugën dhe t'i hapësh garën partisë tënde. Në këtë parti ka vdek gara, në këtë parti nuk ka meritokraci, në këtë parti ka vetëm urdhra të cilat vinë direktiva drejt për drejta nga klani familjar i Sali Berishës dhe qeni ti besnik Flamur Nokës. Alesja, në gjithë të zhvillim dhe në këtë ngjarje, ju e prekët pak, por unë doja t'i rikthehem përsëri. Pavarësisht rezultatit që ka marrë PD-ja në Tiranë, pavarësisht rezultatit që dhe sekretari i përgjithshëm Flamur Noka duhet të ketë përgjegjësinë e vet, Zoti Berisha e gradon përsëri me pushtet politik
ku emrat do filtrohen prej ti, prej Belin Kolliçit dhe më pas do dorëzohen në zyrën. Ermal, ta thash në fillim që PD-ja nuk është e tensionuar, është e shtensionuar. PD-ja e di që do humbi, PD-ja e ka dhënë në tavolinë, PD-ja ka bërë pazarin e radhës, në kurris atyre demokratëve, e ka gati alibin e radhës, kështu që nuk ka që diskutohet këtu fare. Partia Demokratike sot nuk përfaqëson më demokratët, por përfaqëson vetëm interesat e ngushtë familjes Berisha. Është një keqardhje e madhe që eri përsëris dhe rithem, që Partia Demokratike tjetë alternativë me autoritet e besueshme për të votuar nga populli shqiptar, duhet pa diskutim të ndrojë leadershipin që ka 35 vite që e mban peng Partinë Demokratike të Shqipërisë. Pa u ndruar Berisha dhe pa ikur elita e vjetër e kësaj partie, nuk mund të ketë fitore kjo partie. Dhe këtu nuk ka të bëjë fare me emrin e kandidatit, pasi problematika është edhe më e thellë. Po të vesh re në deklaratat e sotme dhe partitë që Berisha ju shtrin dorën për të bashkëpunuar për Tiranën, preferojnë dhe e din që do humbin, e din që nuk e fitojnë do të bashkin dhe prap ato mbajnë atë dignitetin e vetë dhe thojnë ne do garojmë vetë, po ne me Berisha nuk bëjmë koalicion, ne me Berisha nuk bëjmë aleancë as për në poshtu Ramën, që këtu është e frikshme. Që këtu të regohet qartazi, që interesi i Sali Berishës nuk është në poshti Edi Ramën. Interesi i Sali Berishës është të rri i dyti dhe të mbaj legitimitetin e ti dhe të mbaj vëndin e ti në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike Sali Berishës i shërben si mburoj ligjore për mbrojtjen e ti personale, por dhe familjare. Dhe familjare. Edhe familjare. Kështu që në këtë kontekst, Sali Berisha nuk e ka luftën me Ramën. Sali Berisha do bëj pazarin e radhës në kurriz të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm demokratëve, dhe shumë shpesh thonë është demokracia në rrezik, këtu është në rrezik opozita, se nuk ka opozit. Është opozita në rrezik. Këtu është opozita në një kapje të madhe nga një klan klientelist dhe nuk e lën Shqipërinë të marrë frymë. Problemi më i madh që ka Shqipëria sot është mungesa e opozitës. Mungesa e opozitës i jep pushtetin absolut Ramës që të bëjë çfarë të dojë dhe të veprojë si të dojë, sepse mungon mungesa e llogarisë, mungon dinjiteti, mungon morali, por mbi të gjitha ka dhe një faktor të rëndësishëm që shumica e individëve që janë deputet nga Partia Demokratike janë të lidhur ngushtë me pushtetin, janë të lidhur ngushtë me interesat e pushtetit. Ne shohim nusen e dikujt që qanë aty për ulësiun, nga ana tjetër, këte i shanë qeverin. Po si mund shash të qeverin? Të opozitës qanë për ulësiun dhe shanë Ramën? Kur ti e ke gruan të punësuar, unë këtu i referojmë deklaratave të zënjës Kryemadhi, por edhe sa kam parë në media, normalisht, kur ti e ke nusen të punësuar në Ministri Drejtësisë, nga ky hajduti nga narkoshteti, e këte në parlament bën deputetin, për opozitën kjo gjë nuk shkon. Shqiptarët nuk janë budallenj Ermal. Shqiptarët kuptojnë se ti o po e lufton regjimin o je i punësuar i regjimit. Apo ja? Shumë e vërtet është kjo. Se në qofë se ti e lufton regjimin... Se në qofë se regjim s'mund të kesh njerin në punësuar. Në qofë se po lufton në regjimin, narkoshteti, si që i thojnë këto Ramës, krye hajduti, atëherë pse nusja jote duhet i shërbej këtit narkoshteti dhe...